Kullimi i rregullt i tokave pas rreshjeve intensive është thelbësor për të shmangur dëmtimin e kulturave bujqësore, vonesat në punimet e sezonit dhe humbjet ekonomike tek fermerët. Uji i qëndruar në parcela pas rreshjeve të fundit në qarkun Korç mund të ndikojë negativisht në rënjet e bimëve, të sjellë prishje të strukturës së tokës dhe të krijojë kushte për zhvillimin e sëmundjeve mikotike. Ndaj specialistët këshillojnë fermerët të marrin masa për kullimin e tokave. Por në drejtim të kulturave bujqësore, siç janë të lashtat, gruri, thekri dhe elbi, duhet theksuar që krijon edhe problemet e tyre, sepse toka u tengop me lagështi, u rritën ujrat në toksore, solli edhe një depozitim të ujit në sipërfaqe tokës në këto kultura. Prania e ujit në sipërfaqe është e dëmshme, sepse bima zverdhet, asfiksohet, mbetet e dobët dhe krahasuar me pjesën tjetër që është e zbuluar nga ujra që është e kulluar, sigurisht që është me dobët dhe do punë suplementare, shërbime suplementare dhe plerime plotësuese më të tepërta për të ardhur në zhvillimin e bimës së përgjithshme. Kullimi efektiv mbetet një element kyç për funksionimin e sektorit bujqësor, sidomos në një qark si Korça, ku bujqësia përbën një pjesë të rëndësishme të ekonomisë.